Mirë se po takohemi edhe sot në kronikën javore të librit në Mirëmëngjesi Kosovë, në Televizionin Publik të Kosovës, të dashur lexues, adhurues e dashamirë të librit, edhe sot 5 tituj. Ju e dini, 2 nga botimet shqiptare, 2 nga botimet huaj dhe 1 nga botimet për fëmijë. E nisim me Kosova në kapërcyll të historisë. Është publicistik, është botuar së fundmi, autori i saj është Qazim Berisha, edhe keni dhe autorin, e dedikuar 1432 filizave të pranverës që u kputën nga giotina e dorës së zezë kriminale serbe. Është një temë e ndjeshme kjo. Pena e Berishës e dëshmuar në vargun poetike në hartimin e jetëshkrimeve për ushtarët e për arsimtarët e vrarë nga serbët në periudha të caktuara kohore është sprovuar dhe ka lënë gjurmë edhe në fushën e publicistikës shqiptare. Këto ditë, ky krijues i palodhur natyrisht ka sjell për adhuruesit edhe për të gjithë lexuesit këtë publicistik, Kosova në kapërcyll të historisë, cilin ne duhet ta mirëpresim dhe ta lexojmë patjetër. Libri përmban shkrimet të shkurtra, kryesisht të diskursit publicistik të hartuara në momente të caktuara e në ngjarje të caktuara të kohës, të cilat shpërfaqen realitetin e rrethanave ekzistuese apo të si me thënë kapërcylle historike, si që quajti dhe autori, e që kanë një protagonist të vetëm, Kosovën. Gjithsesi shqiptarët e këtej drinit, të cilët u sprovuan dhe mezi përbiruan për vesh gjilpëre dhe mbjetuan. Është një konglomerat epizodesh tragjike ky libër, mbushur me personazhe e fakte të përjetuara nga i gjithë brezi ynë që lirisht mund ta quajmë edhe kronik ngjarjesh të përjetuara. Unë do doja që ju vërtet ta bleni librin, ta lexoni librin, i keni edhe me lista me emra, me dedikime të posaçme, me emra konkret, me data, gjithçka. Do thënë e keni te libri, i cili është me dedikim. Faleminderit shumë, unë e vlerësoj pafundësisht zoti Berisha dhe ju uroj shumë suksese librit. Shfletime letrare është Fadil Grejqevci, botimet e Institutit Albanologjik janë këto. Ja tek i kemi. Në përgjithësi, libri Shfletime letrare karakterizohet për një përmbajtje të lloj-llojshme tematike, i realizuar në modele të ndryshme shkrimore dhe një strukturë që përbëhet nga studime të karakterit monografik, nga studime që trajtojnë aspekte të ndryshme specifike letrare, autor, vepra, fenomene, lloje letrare, kontribute historiko-letrare, kritiko-letrare, por edhe aspekte më të gjëra ndërdisiplinare, albanologjike e të tjera. Veçanti tjetër e këtij libri është ndoshta edhe më parë në kontributet studimore të autorit, e ndeshur kjo edhe në vepra të tjera, është dëgjuar shkrimeve të tij, e cila dallohet për elokuencë, qartësi dhe formulë logjike që përçojnë qartësisht idetë, pikpamje dhe përfitimet e tij, sikurse edhe për ndërtime funksionale, sintaksore e në frymën e shqipes, përvoja studimore, por edhe zotësia interpretuese dhe analizuese e lëndës studimore letrare, studime e kritika letrare që ka bërë profesor Fadil Grejqevci të formsojnë identitetin e tij karakteristik për një studiuesi të spikatur dhe gjurmlënës në mendimin ton letrar. Hysén Matoshi kështu thot për librin, është një opinion dhe recenzur goxha përmbajtësore për shfletime letrare që ju do ta merrni besoj, për gjithë ata që janë të interesuar dhe të apasionuar për gjuhën dhe letërsinë e kanë këtu, por jo vetëm. Nga botimet e huaja këtë javë kemi veçuar Fito betejat me veten. Është një libër nga ata që ne i quajmë libra psikologjik, mposhtë armikun e brendshëm dhe jeto me qëllim. Ç'a thonë të tjerët? Ike, po punët tua ti. Karvani ecën. Ata le të shohin punët e veta, secili prej tyre. A dëshiron të ndryshosh karrierën, të nisësh një biznes, mos të dalë gjumi natën prej një afati të caktuar me 0 numri bankës prapa. E të mërshme. Ti japësh fund lidhjes romantike që ke, sepse është toksik ai. Apo ndoshta thjesht jetosh një jetë kënaqshme, gjithsecili ka edhe synime, edhe ambicie, por edhe shpesh nuk u vijemi pas dëshirave tona të brendshme për shkak të frikës dhe mungesës së vetbesimit. Ajo që ne përmes shumë librave dhe e kemi thënë këtu është qenësore, thelbësore të kesh vetbesimin e duhur. Në këtë libër në fakt do t'ju tregoj se si të shkatërroni frikën dhe të jetoni jetën me qëllim. 1. Do të mësoni se si të mposhtni frikën, të përmirësoni vetbesimin, të mos shqetësoheni më dhe të jetoni sipas kushteve tuaja.
Një jetë është një kalimshe e pa përsëritshme, prandaj keni kujdes, mposhni frikën, përmirësoni vetbesimin, mos shqetësoni kot dhe jetoni sipas kushteve tuaja. Në këtë libër bazohem në përvojat e mia, thot autori, sado e vështirë të jetë situata, ka gjithmonë një rrugdalje dhe për këtë ju garantoj. Në fakt, mbi 500.000 lexues dhe njerëz lexojnë për çdo muaj blogun e autorit, ide dhe puna e tij janë publikuar në mediat prestigjioze si Time, NBC, Fast Company, Observer e të tjera. Fito betejat me veten është një libër që patjetër ua rekomandoj këtë javë. Më besoni, do të dilni tjerë njerëz pasi ta keni lexuar këtë libër. 1. Mposhtë frikën. 2. Përmirëso vetbesimin. 3. Mos u shqetëso dhe jeto sipas kushteve tua. 4 këshilla të vyera. Libri i madh i pediatres sime. Tamam, libër i madh është ky. Vërtet është një libër i madh, edhe i nevojshëm për prindërit. Nuk e thash me qëllim nënat, sepse njëjtë kanë përgjegjësi përpara të voglit e baballart dhe nënat. Bertrand, që ka lindur në Oviedo në vitin 1978, është mjekje pediatre, që kur ishte ende një mjekje re praktikante, u bën nën me fëmijën e parë dhe një vit e gjysmë më vonë, kur sapo kishte marrë titullin e pediatres, u bë me vajzë. Të dy fëmijët ndryshuan mënyrën e saj të jetës dhe të kuptuarit dhe të konceptuarit të profesionit të saj, që atëherë punon në Alicante, ku është bashkëthemeluese dhe drejtuese e qendrës së saj. Prandaj edhe mund t'jap këshilla fantastike pediatria. Ai e përgatitur për të dashur dikë më shumë se çdo njeri në këtë planet. Nisi aventurën më emocionuese. Nisi aventurën më emocionuese, më intenzive dhe më të vështirë të jetës sate. Askush nuk na përgatit për të qenë prindër dhe as na mëson se si të menaxhojmë frikën apo informacionin e tepërt që marrim në këtë kohë, vërtet e bezdisshme ndonjëherë, apo s'është kështu. Nuk ka etapë të lehtë, por ama të gjitha janë të mrekullueshme dhe të papërsëritshme. Kur mos e harro këtë. Ti rritu bashkë me të voglin tënd. Unë jam rritur realisht duke rritur 2 vajzat e mia dhe kur u poqa, isha shumë e përgatitur për të rritur edhe djalin që më erdhi dikur pas disa vitesh të së vogles në jetë. Njëjtë ka bërë dhe Visari që rritet duke rritur të voglat e veta të bukura dhe njëjtë kemi bërë gjithë secili, edhe prindrit tanë, me ne gjyshrit tanë, me prindrit tanë dhe ne do të vazhdojmë tutje me brezat që vinë. Është një libër i madh. Ky i pediatrës sime me vulën e saj të pagabueshme ku gërshetohet rreptësia shkencore, ëmbëlsia dhe ndjeshmëria. Se si prindërohet është individuale, e ka gjithë secili formulën e vet dhe gjithë secili prind rrit fëmijën në mënyrën e vet, në mënyrën dhe këshillat, rregullat dhe disiplinën që vendos në familjen e vet, gjithmonë, por gjithsesi mos harroni ta lexoni këtë libër. Çfarë thot pediatra për mënyrën se si ne i rrisim të vegjëlit tan, sepse po, është e vërtet, vetëm për ata jemi më të rëndësishmit në glob. Prandaj, nëse për dikë tjetër jo, për ata jemi më të rëndësishmit në këtë planet. Duhet ta kemi parasysh këtë. E kemi dhe një libër nga botimet për fëmijë. Pse ma keshti këtu? Çaj jeti, çaj. Lejleku ëndrimtar. Këta fëmijë nuk i sjell Lejleku, këtë kuptojeni. Këta bëhen përmes një dashurie fantastike në mes të 2 personave dhe lindin. Dhe Lejleku nuk i bjerë, por ata lejlekët ëndrimtar që neve na kanë mësuar se i sjellin bebet e vogla, ja tek i keni. Ja ku është. Ç'ditë e bukur për të peshkuar. Thot me vete Lejleku gjithë gëzim, merr me vete kallamin e peshkimit dhe niset drejt liçenit. Një lejlek që peshkon. Kjo është një prallë e bukur, një fabulë interesante që ju do ta lexoni deri në fund të këtij libri. Më besoni që do ta lexoni shpejt, bukur, sepse është edhe ilustruar. Brenda një ore e keni të përfunduar. E gjeni në çmimin prej 5 eurosh në librari. Lejlekun ëndrimtar, libri i pediatres sime, është ky libri i madh i pediatrës që për çdo eventualitet e ka edhe një mbules. Fito betejat me veten, shfletime letrare dhe Kosova në kapërcyll të historisë, publicistik nga zoti Berisha. Kanë qenë 5 vepra që unë dhe operatori im Visar Saliu përzodhëm për ju sot. Lexoni, ne bashkë do të shihemi javës që vjen.